tash qytetare ka sa të kulturë të ndërveprimit me media që po më dhe një pjesë e madhe tyne, për në me ju besojnë ma shumë mediave online, sepse nuk kanë mendje kritike dhe nuk janë mësu me dyshun informacionin që ju vjen. Edhe pastaj kur dyshojnë krejt për një herë. Mirë po, nuk e besoj që media tradicionale kanë, domethënë, avantazhin shumë të madh, sepse nëse i shohim kronikat e tyre, i shohim edicionet e lajmeve që i përgatisin, disavantazh në fakt kanë, sepse e shohim se janë tepër të përsërituna, janë tepër jo argëtuese për qytetarin, janë tepër të lodhshme për vëmendjen e tyre, edhe kësaj ndoshta jo çështja e besimit, po të ndikueshmëria, unë besoj se ka rënë shumë ndikueshmëria e mediave tradicionale, edhe për shkak të pamundësisë tyre me u përshtat me tregun e sotëm medial. Ndërkohë që mediat inovative online e kanë mundësinë e operimit në kushte krejt tjera organizative. Domethënë nuk ju nënshtrohen qoftë standardeve të caktuara të gazetarisë, që jo detyrimisht janë të mira, e kam fjalën për shembull për standarde teknike, edhe natyrisht që krijojnë përmbajtje shumë argëtuese për njerëzit, shumë, ç'është më thon, ma provokuese për ta, në kuptimin pozitiv. Merr vëmendje. Po, merr vëmendje, jo sensacionaliste clickbait e këto, po që e kërkon një farë ndërveprimi ma instant me ta. Ti, për shembull, te televizionet, e ksyr edicionet e lajmeve, çka kemi bëu, aty si shikues je thjesht pasiv. Dhe trajtohesh si pasiv, ndërkohë kur një portal e set një lajm, ti mundesh me komentua, ti mundesh me i shkru redaksis direkt. Përpara i kanë shkruar njerëz televizioneve, kanë pas Teri Kamrina, Teri Kamria jo. Edhe sot është njëjtë besoj, nuk janë avancueshëm.